ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti fale, udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetet më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam, të shoqëruar në këto dy shpallje me fjalë dhe komente të dietarëve të muslimanëve. Në ligjëratën e xumas së kaluar u shkoçitëm nga vargu i haditheve të librit El Adabul Mufrad për të trajtuar një dukuri të keqe, të cilën e trajtuam në ligjëratën e xumas së kaluar. E tani do të vazhdojmë me lenin Allahu subhanahu wa taala në mësimet të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij El Adabul Mufrad. Në fundin e haditheve që përfunduam në këtë varg të haditheve, Imam Buhariu kishte sjell disa hadithe për rrezikun e zullumit që mund t'i bën dikush dikujna, edhe për shikimin e gabimeve vetjake. Dhe përfunduam në hadithin e fundit ku Ebu Huraira radhiyallahu an tha, njëri për juve e sheh kimën e vogël, një gjë të vogël në syrin e vllaut vet, e haron trungun te vetja. Pra I sheh punët e vogla te vllau, e punët e mëdha te vetja I anashkalon. Para se të kalon në kapitullin e radhës, Imam Buhariu ka sjellë një hadith në këtë kapitull, e pastaj do të kalon një kapitull tjetër me kuptim tjetër të haditheve. Në hadithin e radhës që e ka sjellë nga Muawiya ibn Qurra, thot: kuntu ma'a Ma'qal al-Muzani fa amata adha an at-tariq fa ra'aytu shay'an fa badartuhu. Thot Muawiya ibn Qurra, kam qenë me Ma'qal al-Muzani, I cili duke ecur rrugës e largoi një copë pengese për rrugë. Thot dhe edhe unë e pas një diçka të ngjajshme dhe e largova. Thot dhe më pyeti: o djali vllaut tem, mënyrë përkthelse, çka bone, pse e bone kështu? Qal: ra'aytuka tasna'u shay'an fa sana'tuhu. E pash se ti e bane një punë dhe të ngjajshmën e bane edhe une. Pastaj më tha: ahsanta ya ibn akhi, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. I ka thënë ky sahabiu këtij tabiinit: shumë mirë bëre, shumë mirë veprove, sepse unë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith: man amata adha an tariqil muslimina kutiba lahu hasana. Ka thënë alaihi salatu wassalam, kush e largon një pengesë nga rruga, çfarë do lloj pengese, kutiba lahu hasana, I shkruhet një e mirë. Jo shkruan Zoti I Madh te bareke ve teala si me e bën një vepër të mirë, që realisht është vepër e mirë. Wa man tuqbilat lahu hasanatun dakhala al-janna. E atij të cilit Allahu ja pranon një të mirë, Allahu xhallahu ala e bën banor të xhenetit. Këtë hadith e kanë sjellë dietarët, dhe këtu e ka sjellë Imam Buhariu tek largimi I zullumit dhe shikimi I punëve tua. Çfarë lidhje ka kjo? E para, të nderuar xhamat, njeriu në jetën e vet nuk ka veç pengesa fizike, ka edhe pengesa shpirtërore. Ka ndonjëherë gjëra të cilat duhet t'ia largosh ti, jo ato që kanë të bëjnë me fizika, e mira fizikisht, po ka mundsi shpirtërisht nuk ka mirë. Andaj kjo lidhet me raportet ndërvëllëzorore ndër muslimanët, se I ka sinuar Imam Buhariu në këto varg kapitujsh. Andaj ky tabiini e ka pas sahabiun të vepru diçka, edhe I ka thënë: edhe unë e bona si ti. Ka thënë: po, a unë kam punu me hadith. Kam punu me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mësimi I parë që e marrën nga kjo të nderuar xhamat, cili jo? Shumë njerëz mundën me bë mirë.
Shumë njerëz bëjnë mirë, e bën një të mirë, e ndihmon një fukara, e ndihmon një jetim, edhe bën mirë. Mirë po, dallon ky njeri i cili bën mirë në përgjithësi dhe një njeri tjetër i cili çdo të mirë çka e bën e ka të bazuar në fe. E bën për rizat Zotit. E bën pse Zoti ka thonë. E bën pse pejgamberi alayhis salam na ka mësue. Ky dallon. Ky dallon. Sepse ky e ka një jetë ndryshe, qëllimin e ka ndryshe, shpërblimin e ka ndryshe, trajtimin e ka ndryshe. Ai i cili ndihmon dikujna, jo për rizat Zotit, ai dikun ka me lipat me e kthije në dunja. Ja me nam, ja me prestigj, ja me status, etj. Ai që ka punon për rizat Zotit se lip kërkon ata, se ai ka kontrat me Zotin e vetë të bareke ve teala. Andaj kur i tha ky tabiini sahabijut, tha unë e bana që ish bane ti, se unë realisht e di që ti ke bo me tendencë të shpalljes. Atër tha po, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë kështu dhe kështu. Andaj gjëja e parë që duhet ta kuptojmë të nderuar xhamat, që kur të bëjmë vepra të mira, le t'i bëjmë ato. Po, le t'i bëjmë me niyet feje, me niyet se Zoti më ka thënë. Por shemo ka mundsi një njeri s'ka pi kur raki. Elhamdulillah që s'ka pi kur. Ama përgjigja pse se pi, më e mira përgjigja cila është me thonë, shkenca e ka zbulu se rakia ka dam X dhe Y, 1, 2, 3, jo. Kjo mira, po nuk ka ajo që ka kërkohet për neve. Për neve kërkohet çfarë? Allah e ka ndalu, gjelle gjelalu. Kjo po haram. Kjo është shpërgjigje imanore. Zotim ka thonë me enal. Për këtë arsye, sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam ishin mësuar në atë medrese, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, Zoti e ka bërë këta, Zoti më ka urdhëruar për këta, që funksionon dhe të punon shpirti i muslimanit në çdo vepër që e bën, ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ata të nderuar xhamat, ne shpesh ka mundësi me gjetë njerëz të cilët bëjnë vepra të mira, ama kur pyeten apo kur e shpjegojnë apo pi vetes vet kur e bëjnë këtë vepër, çfarë nuk nisen fetarisht. Dhe kjo gabim. Kjo gabim i madh, që të bëjsh vepra të mira. Më bërë këtë arsye, Aisha radhiyallahu anha e ka pas një kushëri, Ebu Bekr radhiyallahu anhu e ka pas emrin Abdullah ibn Jad'an. Abdullah ibn Jad'an, i cili ka vdek para se me ardh pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe një ditë pejgamberi alayhis salatu wassalam duke fol për shpërblime dhe ndëshkimin e ahiret, i thot Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, ky kushëriri jam ti e njeh, i cili ka ndruar jetë para se me ardh ti, Ibn Jad'an, i cili ka qenë një orë për fisnik dhe bujar, ka dhënë pare, ka dhënë gjymer, ta konë shumë i gjymer, deri se ja ka lanë njerit parët në para dere, ka thënë meri sa të dush, merë sa dush edhe shko. Kjo gjymërthllëk i madh, mi a thonë të dikujt koletën, mi thonë merë sa të dush, vëlla, le sa të dush. Mirë po së konë musliman. Edhe e pyet Aisha radhiyallahu anha, thotë ja Rasulullah, çka bëhet me këtë kushërinin tem? I thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, jo Aisha, jo, innehu arada shay'an, ai ka dash me mri diçka. Çka ka dash me mrije? Ka dash me mri nam, ka dash me mrije që kjo shumë i gjymerte, shumë bujare, shumë fisnik, po s'ka qenë qëllimi i tij fetar. Innehu lam yaqul yawman rabbi ighfirli. Ai asni ditë s'ka thonë o Zot. Ai asni ditë s'ka thonë o Allah. Ai asni ditë s'ka thonë o Allah, falem ditën e Kiametit. Se ka pas qëllim ditën e Kiametit. Rizallahun Allahu subhanahu wa taala nuk shpëton, ka thonë oj Aisha, për kushërinin e vet. Mu për këtë arsye, duhet besimtari që piknisjen, shtymjen, atë landën djegse, naftin dhe benzinin çka e shtim e bë mirë, le të jetë ajo feja. Rizallahu i Zoti xhel xhelalu, banë ti mirë, edhe me thon këtë njerëzit hiç kur gjos ki bon, ani ti e ditë Zoti mat te bareke ve teala, atje praç problemin. Kjo është e para. E dyta, ka thënë alayhi salatu wassalam, kush e largon një pengesë nga rruga e muslimanëve, i shkruhet sevap te Allahu te bareke ve teala. Që i bie se muslimani s'ban me nënçmu asnjë vepër. Edhe një cop druni me e pa rrugës, që mund është me largoje. S'po flasim me evnu t'i pengesën, ajo ama ato pengesën që shpojetojnë anë këtë kaosin edhe këtë rahurën. Kjo e mesele tjetër që njerëzit u azon në rrugën njerëzve.
Kjo problemet veti kemi folna për këtë mesele. Po flasim për me largu një pengesë. Si ti mundesh me largue një pengesë, largoje. Që i mundesh pak me elqur rrugën, shloje. Jo me marru t'i shpijen 1.000 metra, 2.000 metra, edhe kujshia ka ana tjetër e ka marru 1.000 metra, 2.000 metra, o bor gjimës metre ka lënë rrugë për publike me hi ati. Apo edhe ku t'isha ti mrenat ka zënë dersaj. Po ti udhën be e kizon, udhën e kizon. Apo tu munu me morë piksa i bote sa smirët, nuk e merë me veti, s'merë kur gjo. Andaj, shiko, lira pak, liraj udhën. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kush e largon një penges nga rruga, sa njeri me nëzik ka përcen, me një gjade, me një mahal. Pse? Sa ato zotnit e kanë zonë këtë udhën. Këtë udhën. Duqanën e ka qelë qëtu, ka mri atje. E së n'kallon as fëmija, as gruja, as plaki, as plak, as kërkush së n'kallon. Pse? Se pangopsia e disa njerëzve ka bo që edhe rrugt mi zonë. Ato jo që kanë mja bo hajrin, po o shfatkeci që disa sherre bashkarisht i pagujna. Taksa nuk i vend vesh njanit, kejde në vend bashk. Andaj në vend se me largu pengesa, në vnojna pengesa. Në vend se me liru rrug, në zajna rrug. Dhe kjo është fatkeci e madhe. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, ai i cili e largon një pengesë nga rruga e muslimanëve, Allahu ja shkruan një shpërblim. Është vepër e mirë. E kujt Allahu ja pranon shpërblimin, një të mirë, e bën që të shpërblehet, Allahu gjëra ja mundson me një xhenet. Kanë diskutuar dietarë pse ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë formë. Kujt ja bën Allah i kabull një punë të mirë, Zoti e bën xhenet li. Pse e ka lidh me një? Sepse të ndëruar xhamat, te Zoti i Madh te bareke ve teala nuk nisët himja në xhenet ti sa je munue. Kallaballëk i punëve. Ajo është për deregje. A pranimi është me takvallëk. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu nuk i ban kabull veprat veç prej atyre të cilët janë të devotshëm. Allah na bëft të devotshëm ya rabbal alamin. Sepse na munohemi, bëjmë vepra, harxhohemi, konsumohemi, lodhemi, ama ani pikpyetje e madhe, ana i ka bo Zoti kabull. Se ti ka mundësi të dhim hadithet e radhës. Të sa ti ka lidhi Imam Buhariu njëri me tjetrin. Udhëzimin islam që ti e musliman, o hedije pi Allahit, hedije, dhurat pi Zotit, o ti se ki bleket mund. Me kanë me të blej me islami njërë se blejnë, ama jo, shkon pagun njëri ilaqe. Një ilaqe pagun, ama islamin së ne blejnë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam është mundu me mishe me shpirt ta baja haxhin e vetë musliman, së ne ka bo. Sa Allahu jelo çka tha? Ha? Ti nuk e ki ndorë udhëzimin e tëre. Lejse aleke hudahu. Ti nuk ju udhëzon ata. Ti ju kallëzon çka udhëzimi, nuk ju udhëzon. Udhëzimi ka dy forma, gjosore dhe zemrës. Ti fol zemra sa ajotja jo. Andaj shiko çka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ati çka Allah ja ban një punë kabull, e ban xhenet li. Pse e ban xhenet li? Se kur t'ja ketë ban kabull një punë, ai mas pari ka ban kabull këtë njerin. E ka ban kabull si njeri. Mësani me një punë të mirë është në xhenet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka kallëzu për njerëz me pak punë të mira, Allah e ka thonë hinin në xhenet. Pse? Se e ka ban kabull insanin. A e diti kur e ban kabull një njeri, një dost, një mik, so me rëndësi mësani ai sa pari i kanë gjep. Ti thu, sa më rëndësi ajo, unë e ti dost kam tije, mik të kam ti kur e do të dikan, sa më rëndësi ai, pastaj status ekonomik i ti ajo, hiç kur gjos vlen ajo. Ebu Bekër Sidiku me Omer ibn Khattabin ka dal me pejgamberin alayhi salatu wassalam, të uritur s'kan pas çka me hangur, tu tret. So ka më rëndësi kjo për ata. Se e kanë dash njëri tjetrin. E kanë dash njëri tjetrin. Allahu gjallë çka thot në Kur'an? Me e dhanë parën e botës, dy veta bashkë së një banë. Ma allafta bejna kulubihim. 1 miliard euro mi dhanë. Shko di hasmi. Jepja njarit 1 miliard euro, tjetërit 1 miliard euro. Edhe dhuj që mos ju shoh mu të përla. Ha? Ani thojnë, nuk përla mi mo. Nuk ngucmi 1 miliard euro. Mos me nguc hasmin tem. Parashtrojt një pyetje, a e do? A, ja. Ka mesele tjetër. Me dash nuk e duhe. A e do? Allah dhët,
ti a mund është mi bo dy veta mu dasht? A mund është mu dasht dy veta? Jo. Me dasht edhe mu s'mu përlahet diçka tjetër. A e di sa shtetet s'përlahen njëri me tjetrin, sa popujt nuk përlahen njëri me tjetrin? Jo që i duhun, po kanë interesat të përbashkëta për mu s'mu përlahet. Atë moment që e këtë interes, i shetë që kanë mu kacafit, kanë mu hangër. Allahu që ka kalëzu në Kur'an, tahsebuhum gjemi'an wa kulubuhum shatta. Ti menon Allahu thot bashkë ata, bashkë i ban, ama zemrat i kanë copa. Mu për këtë asyje, atë Zotit që ka e ban kabul si insan, si adhuru si Zotit, pastaj me pak puna i shpërblejet e Zotit e matë të bareke vë tjala. Mu për këtë asyje, kapitullin e radhës që e ka sjellë Imam Bukhariu që ka thënë, babun kabulul hedije. Bab kabulul hedije. Kapitullin e radhës që ka thënë Imam Bukhariu, nga si Imam Bukhariu gjithë sa në lidhë hadithin e fundit me kapitullin e radhës. Gjithë shka është në lidhë në fe. Krejt funksionon me një orbit. S'mun është me e këput një fe, s'mun është një ajet me thonë, mu po mbegenisët fjala elhamdulillahi rabbil alamin, ama kullu vallahi s'po mdu këtë jashu. Këtë Zoti ka zbit të Elif lam mim, kull audhu bi rabbil falak, kull audhu bi rabbin nas, inna a'tajnaka al-kauthar. Krejt surët qka i di dhe si di 114 sure, këtë Zoti ka zbit ato. Nuk mundet mu përplas tjera me tjetërën. Andaj shiko, ka thonë minjar babu kabulul hedije. Pse? Sepse të ndëruar gjemat, krejt që ka bojmë na pi veprave të mira, namaz, agjurim, zekat, haq, si cëli me punë të veta, krejt kjo ti a jep Zotit. A jep Zotit. Edhe në fund që ka thu, Allah i ma bof kabul. Pse ma bof kabul? Se ti nuk je të ble, si të ble kur gjo, sepse ajtë të citi i të jadhan si duhet, nuk i duhet. Sot mi shkuti dë një milionerit, edhe zakonisht milionerat janë kopraca. Aj për 100 euro sil. Ama zakonisht ka mundësi për shkak prestigjit edhe statusit s'ti pranon, thot jo, s'jam unë për të parët e tua, s'm duan. Ama me ja bëmë një farë hedije, me ja njit, me ja li, për nderë, thot, në regu. Mas i da është e hedije, po, ama ti më mu parët s'ki që kam jep, s'jam për parët e tua, unë në zërë. A ka mundësi mu gjetë një zëngin që mundët mu ka në zërë për tije, po, ka mundësi. E jap këtë pasurija në zorën e mjeshtrijës dikujna. Smuhët zëngini edhe i thot doktorit, këtë parët të mija të japë veç shnoshëm. Që njeri me njeri, këtë parët të japë veç banu sebeb shnoshëm. Apo? Andaj, këtë që ka bëjmë na, Zotit Gjelle Gjelalu hu, një farë forme a japim hedije në kuptimin o Zot pranoje. Se nësën t'japë në tije. Këtë qështit janë tuat. Ti ma ki dhon jetën, ti ma ki dhon trupin, ti ma ki dhon takatin. Me këto komplet unë i kumbo bashk, edhe kumbo namaz. Mës me pas t'i shnet, së në kisha arë në gjami. Mës me pas takat, së në kisha arë në gjami. Mës me pas tesha, së në kisha arë në gjami. Allah i ti ka dhon Gjelle Gjelalu. Ti teshat e tua që ka i shirë, parët e tua, kerrin tanë. Ti e shasi tanin, po ti harron se Zotit ta ka dhon. Me dosh ta merë. Ta merë dhe kur kujcën i angohesh. Andaj, duhet i kuptojmë gjërat që ashtu që janë. Duhet ta dim pronarin. E tani, thot Imam Bukhariu, babu kabulul hedije. Para se të vim të hedijet, duhet ta dim se gjëja më e ranë që ti në raport me dikan mundesh me e ba, është ti kur ban vepra për Zotin e Madh te bareke ve teala. Ata pranon ajo. Vini re të ndëruar xhamat. Allahut nuk i duami na. Nuk i duami. Na mës me kanë zbohet kur gjo. Sa njeri në përcjellmi për në akhirat, sa njeri vdes për dit, qele Facebookin çdo dit, a mund është dikun mës me lexue mrena ditës 24 orë apo 48 orë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, shkoj filani, shkoj allani. Apo dilli del, shiu bje, toka rri, fritët dalin, vazhdo njeta. Pse? Se nuk i duhesh. Nuk i duhesh Gjelle Gjelalu. Këtë në faros kur gjasi dumi. Allahu shpesh herë në Kur'an thot, fehel të sma'u minhum rikse. A janin zanin poplit Nuhiti? A janin zanin poplit Adit? A janin poplit Hudit?
atu, shumë janë du bo zhurma to, shumë janë du bo potere. Jo, i ka faros Allahu subhanahu wa ta'ala. As janë i faraoni, ata ze unë ti faraoni. Jo, e ka morë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, të Rabbul Alemini, jemi rob. Ne jemi veç rob. Abid, ibad, rob Zoti Gjelle Gjelalu. Andaj duhet të trajtojmë vetën si rob. Kull ma ja'ba'u bikum rabbi laula dua'ukum. Allahu Gjelle wa thot në surën e fund, në ajetin e fundit të surës Al-Furqan, surën 25 me radhë në mushaf. Thot në ajetin e fundit Allahu subhanahu wa ta'ala, kallëzoju o Muhammed, kallëzoju këtë njerëzve që ka dojnë me morë vesh. Zotit nuk i duni ju, as nuk i bëhet vonë për juve. Shtin gjenem edhe kujt i kash. Kujt i kash? A mund është mi u kajt i kujna? S'ki kujt i kash. Laula duaukum. Thot Allahu Gjelle Gjelalu, mës me kanë duaja juve, ibadeti juve, përgjërimi juve, s'ju ban hesapit, subhanahu wa ta'ala. Andaj lutë, kur ta bajsh një vepër të mirë, o Allah pranoje, o Zot pranoje. Pse? Se ti nuk mund është mja obligu Zotit. Ti a thash një zënginit se një obligon, para me në Rabbul Aleminit se një obligon. Andaj, raporti mes neve dhe Zotit është sikur raporti kur ti jep dikur hedije me dash. Ti mund është me ma pru mund i dhëratu se pranoj. Më falë ma ban Allah, se du. Ja qonë ti kujt hedijen, që do dhim hadithi për nga merit a.s. Se ka pranu hedijen. Se ka pranu, pse? Su mund është me ma dhamu hedijen me zorë. A mujna na ju imponu Zotit? Jo. Mujna veç me lut. A dhe ne bëm dua, ne falemi. Ne namazit i thojna mu fal. Ajo salat. Pse i thojna mu fal? Që t'na fale Rabbul Alamin, t'na i fale gjuna. Andaj ka sjell Imam Buhariu kapitull babu qabulul hediye. Pas edhe ka sjell një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wassalam, tahadu tahabbu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, jepni hedije njëri tjetrit, kini mu dasht me njëri tjetrin. Tahadu është vepër dy ansore, ti edhe ai, kur dy veta janë. Ka thënë alayhi salatu wassalam, jepni hedije njëri tjetrit. Çka është hedija? Hedija është, ne i thënë dhurat. Dhurat. Në Kur'an është hedije, hidaje, huda, udhëzim. Dhurat. Artikull apo diçka me vlerë që dikush ja jep dikujna në shenjë nderi. Në shenjë nderi. Ku dallon hedija pi rishvetit? Se edhe rishveti janë një lloj hedije, apo ti i merr 100 euro, ja jep doktorit, edhe e korrupton. I merr 100 euro, ja jep atina dikujna ku ty sa të kri puna, edhe thu, ma i këto pi mu hedije. Amo ti rishvetit i dhanë ati, që me t'ka përcija i parem. Qysh dallon hedija pi dhuratës? Qysh dallon? Dhurata je pët papritje prej anës tjetër. Ja jep dikujna një dhurat, që tu prit kur gjopi atina, që kjo e hedije. Qoftë edhe mas 50 vjetëve. Nëse ti ja jep dikujt sot një hedije, merë thu që ta pi muhe, qëfar të koftë? Një kalem mi adhon, një stilograf mi adhon, mi thonë maja. Apo thu, ajtë se ki mas 20 vjetëve, mësë më aron. Apo, sot t'ja le dikujna, apo, një hedije, ama njetin tanë cili o, njetin tanë o, se kur të mduhet ki njeri, e kujton hedijen, kjo arri shvet. Kjo sa hedije. Hedija është, e jep për nder, shpërblimin të Allahu, me shtu dashnijën me ketë, kur farë kompenzimi nuk kërkoj. Qoftë edhe, mas një kohë të largët, që kjo e hedije. Rishfeti që sho, e jap që tu. Apo, edhe zakonisht të rishfeta gjithë që ka japi, që ka thot, valla bila se më du të adhon për najsen. Ta di se për najsen aty adhon. Në shumicet, si ti thoje se më du të adhon për najsen, a i për najsen aty adhon. Që ka tha alaihi salatu wassalam, jep një hedije, ju shtohet dashnija. Për çfarë arsye? Këtu nuk është për qëllim pasuri e madhe. Jo, do diçka të vogël. Për kujtim, mjafton që tu ka kujtue. A ki po njeri kur shkon dikun udhtim, shëtitet, Turqi, Hajj, Umra, në Kin, ku e di unë ku shkon. Edhe pastaj vjen dikan e kujton me një hedije, thot çta? Hedije. Do shtoson shtrejnë se ti me mundësitë e tua punon. Mirë po çka? Sa për të kujtue. Kjo nder e shton dashninë, e lidh. Andaj ka thënë alaihi salatu wassalam, tahadu tahabbu.
jepni hedije njëri tjetrit, ju shtohet dashuria. Por kjo është qëllimi, të shtohet dashuria. Ndërsa hadith tjetër ka thënë alayhi salatu wassalam, asnjani pi juve s'munët me i në xhennet derisa të besoje, derisa të ketë iman. E asnjani pi juve nuk munët me besu derisa ta doje muslimanin. Me dash muslimanin. E qish me dash muslimanin njëri tjetrin? Shkëmben hedije, jepi selam, jepi hedije, çfarë do qoftë? Sa për t'i thonë se o vlla, ti te unë ki pesh. Njerëzit sot shkojnë psikiatër, shkojnë pedagog, shkojnë konsultohet me lloj neurologi. Për çfarë? Gjëja e parë, vetni, keni psikologat, ngoni apo lexoni apo çish duni gjene. Gjëja e parë, çka njerëzit me ankth, çka thot? Gjëja e parë. Nuk ndihem i vlerësuar. Nuk ndina i vlerësuar, së vlerësojnë njerëzit, së vlerësojnë familja. A di që do më thonë njeri mundi i vlerësuar që ka pesh? A di që shkrijon bullizimet për mos vlerësimit, për çmimin, në çmimi njeri, kjo e myt njerin, kur nuk ka i vlerësuar me një vend, kur dikush e meriton një status dhe ti s'ja jep, kur dikush e meriton një menjoj dhe ti s'ja thue, ti e di se që ki jam i thonë, faliminderit ti, e mshel goja pi zilijes, të plasë më bark zilija s'ja thue, që ta plasësh edhe atë. Andaj tha Allahu subhanahu wa ta'ala, wadda kathiru min ahli l-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Thot Allahu jalla jalaluhu, shumë prej atyre që s'kan besu kanë merak juve më ju bë qafira muslimanëve. Pse o Zot? Se ju plas bark i pizilijes. Qysh me thonë unë Muhammed a.s. Rasulullah, kjo pipe që unë jam maj do. Qysh me thonë aje maj malë se une. Ebu Gjehli i thonë të pengamberit tonë a.s. Si pas fejes tonë e Muhammed, unë edhe Bilali, i zi, i Abesinijës barabara, s'muhen e me ime kësi feje. Qishtojnë plot për njëzve. Unë e dhvin t'i thaj gujt atea, mu fala, ti thua hajde falo, i thot, unë e zvim i thi gujt. Apo, zven kimi thi në gujt në gjami, ka da, qështu e kanë. Unë e thot ati ku shkelni me qerapa, unë e nuk ka ba. E pas tajna për jamarin këngtarët këtë pasurien. E pi rakijen si me kanë njërzi pa mend, i që fare. Kalon në shtaz. E vjen në nëshmon gjamien. As njani pi juve të ndërum gjemat nuk ka i në nëshmon. So i vjeni për Zotin e juve. Ti nuk ven për hoxën, ti nuk ven për kërkan, ti ven për Zotin tanë. Ti ballin tanë ja jep Zotit tanë, i du o Zot që janë pjesa më e ndershme, s'kam më të ndershme. Apo, ama e vnojnë tokë, se sejsh dhe i baj Allahu Gjellë Gjellalu, si jam më rob. Andaj shiko, çështja e vlerësimit njerit është çështje që e mban të fortë. Kur njeri o i vlerësum, kur ti e kujton, kur ti nuk e harron, ajo ndihet si vlerësum. A e dini se njëna prej azapeve të banorëve të xhenemit ka me qenë mos vlerësimi? Mos vlerësimi. Allahu që thot në surën El-Mu'minun, masi Kain e bërtasin xhenem lit, çka ju thot Allahu subhanahu wa taala? Ikhbitu fiha. Shuja ty, mos folni hiç, mos joni zane, mos joni. Sot ju kemi harruar që shta keni harruar në dunja, ju thot Allahu subhanahu wa taala. Na jo sot ju harrojna, s'kini vlerë të Allahu subhanahu wa taala. Andaj ta vlerësojmë njëri tjetrin nëse duhet me vlerësu. Si cili me vlerësimin e vet. Ti nuk mundesh me shkue te doktori, mi thon, ka thon hoxha me të respektue edhe me trajtu si hafiz. Ai thot unë jam hafiz. Ti respekton mua si doktor. Mësuesin ti, s'mundesh me respektu si inxhinier. Ai thot unë jam mësues, unë mësoj germat. E respekton për mësues të germave. Inxhinieri respekton për inxhinier. Hoxha respekton për hoxh. Prindin për prind, plakin për plak, haxhin për haxhi. Si cilit ja jep statusin e vet. Fa a'ti kulli dhi haqqin haqqa. Ka thënë alayhi salatu wasallam, jepja si cilit që ka haqqin e vet. Pastaj ka prur një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka titulluar kështu: Babun man lam yaqbal al-hadiyata lima dakhala al-bughdhu fi an-nas. Ka thënë kapitull ai që se pranon hedijen. A thamë Allah i mundë me s'pëta bo kabul, po edhe njëris s'ta pranon. Ja qonë të një hedija, të falë, nuk e du. Sikur që do të vim. Se nuk pranohet hedija për kriminalit, nuk pranohet hedija për kamatashit,
Nuk pranohet hedija prej dilerit, s'pranohet hedija prej kazinashit, s'pranohet hedija prej vrasësit, s'pranohet hedija se ja legjitimon pasurinë. Do ta shohim tash hadith. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam nga Ebi Huraira radhiyallahu an, se një ditë prej ditëve, tregon Ebu Huraira, erdhi njëri nga fisi Beni Fezaza, një fis prej fisëve të arabëve, ka ardhur dhe ja ka dhënë një hedije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë hedije i ka dhënë? Ja ka dhënë një deve. Ma devja kushton, naqa. Devja është me vlerë të arab. Si mi a dhënë sot për shembull ti një kerr dikujt në shtrejt. Ashtu devja ka në çmuar. Një numër i madh i poezive të arabëve, kush i lexon poezitë e sheh, kret sillin devën, për devën flasin ata. Devja kuajte kështu me radhë. Ja ka thënë hedije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çeni hedije ya Rasulullah. Fa'awadahu. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ja kthej. Se pejgamberi sa me ka pas një bazament me të cilin ka punuar. E ka mësuar Zoti i Madh te bareke ve teala. Çdo kush i cili tyje ta jep një hedije ktheja. Nëse s'ki me ja kthi thuj Allah i ç'përbleft. Kjo është më e madhe, po njerëz nuk bojnë sabër. Kanë çef me ja kthi me parë. Andaj, nëse mundesh me ja kthi hedijen ktheja, që të barazohesh, që të mos tjesa i manal se ti se ka mundësi me met. Pejgamberi sa me ka pas gjithmonë zakon. Nëse ta më jap dikush një hedije, mundona me ja kthi. Sa kam takat? S'mundesh për të takatit me dal. Ja jep ky njeri pejgamberit alayhi salatu wassalam një deve hedije. Dhe pejgamberi sa hin shtëpinë e vet, mundohet me ja kthie. Po jo çat sa e ka prit ki insani. Ka dash me bërë shvet. E di shvetë i ndalum. E sidomos me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Fatasakhatahu. E ai u nervozua. Unë të dhash ti deve ti që që më dhave. Va? Kur njerëzit japin me prapavia, ta jep një hedije, thot, ja, di unë që të këmë thonë tije, tja, me qëta do, a me qëta do me ma kompenzua, a do më thonë ti më fillim anë që se ke thonë për riftë Allahu Gjeli Gjelalu. Apo, ky njëri ja ka thonë pejgamberit, njërit matë mirë fëtër tokës i ka thonë hedije, që veç me ta bo kabulla janë bol, veç me ta bosh që e ka pranuaj, veç me ta bo një istighfar, pejgamberi alayhi salatu wassalam, dunjan qill nuk bëhet ajo me çka e pagun ata. Ama ja njerëzit janë këtil. Edhe çka ka bë? Kur ja ka kthi pejgamberi alayhi salatu wassalam hedijen, ju ka duk pak. Ja, e ka nisë më nervozuar. Fa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-minbari yaqul. E ka hip pejgamberi sa në minber. Se e ka lëndu kjo punë. Ti ma ke dhënë mua tash një deve. Shumë ti kthej di se si kam. Ta ktheva sa pa ta mundsi. A mos mund me kthi për te asaj që kam mundsi. Ka hip minber pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ka thënë: Yuhdi ahaduhum, mjep hedije dikush pi juve, pi njerëzve. Fa uawwidu bi qadri ma indi. E unë ja kthej sa më ka dhënë Zoti çast se s'muj me dal pilikure. Pejgamberi sa nuk ka qenë në stop i pasur. Madje shumica të rasteve sa kanë i pasur. 3 muaj ditë se kena kallë shporetin, thot Aisha radhiyallahu anha. Na i zgjedh na mishat, a këta. 3 muaj ditë të shpinë tonë se kena kallë shporetin, s'kena pas çka me hangër. Ka dal me gurin në bark pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sot njerëz luajnë me parë. Luajnë me parë. Edhe thojnë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, munon me përdor emrin e madh për njerëzve të vegjël. Ti veç e përlin emrin, ka njeri madh. Andaj, shiko, tha une ja kthej sa kam mundësi mi ja kthije. Ç't bëj tash? Ti për shembull me ta dhon një zëngin një hedije, edhe ti je me rrog. Që s'u ja kthen ti atij sa i ka. Ja kthen një hedije, ja kthen sa ki mundësi, ja jep ti një hedije, edhe mund çka i thu, Allah i ta shtofti, Allah i shpërbleft, s'kam mundësi më tepër. Këta kush e ka thënë? Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Unë ja kthej sa kam mundësi, s'ndal pilikure. Se pejgamberi sa kur si ka marrë parë të shtëpia. Sa herë që ka pas parë i ka shpërnda. S'ka lënë parët vetaj. Kur ka pas, ja ka dhënë një njerit komplet një tuf dele, komplet merre ka thënë. Merre tuat janë. S'u kanë dhënë parët, po çat moment s'ka pas. Thumma yuskhituhu. E kjo punë e i dhënonat. Ma be hedije, ja kthej hedije, si pëlqen, e nervozohet. E pse nervozohet tash? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Wajmullah." Pasha emrin e Allahut.
betohem Zotin e Madh Xhelel Xhelalu, la aqbalu ba'di ammi hadha min al-arabi hadiyatan. Pasha Zotin e Madh, mas këtij viti, vitin çka vjen, nuk pranoj mo hedije prej arabëve, pos me përjashtim të disa fiseve. Cilat janë ato? Fisi i parë, illa min Qurashijin, vetë si tjetë Qurashi, sa aja familje e madhe, a i sta Zakrien. A ka mundësi musliman me të korruptu me hedije? O, sa dush, du të dhim të është të dobit. E dyta, o Ansarijin, ose pi Ansarijut, por ndi që s'pranoj, o Thakafijin, ose prej fisit Thakafi, o Dausi, a prej fisit Daus. Këto janë kanë 4 kabile të njohura, të shquara për fisnikri, për gjymërtllëk, që e kanë llogarit mi thon njerit kthema bezdi. Jo. Ka thon pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai i cili e jep një hedije, edhe e kthen për zdyti, thot kthem. Ka do njerëz që i bëjnë çon një hedije dikujna, ata s'po dishin me përdor ti bëma këtë mua. Ka thon alayhis salatu wassalam, ky njeri i ngjan veprës qenit i cili i qet jargat e veta, ojë është ka e qet jashtë, pastaj kthehet çata e hapër diti. Ti a ki pa kur habuk, pak me dal prej goje Zoti ndëroft, se hamo ti pi gojës tane, e tu largoj, u gordita. Me nxerr dikush pi gojë tjetër thu, unë ku pi gojës, te me more kur të delën se ha, po pi gojës tane. E qeni nuk e ka problem, pi jargave të veta ha. Ai shka kthehet te hedija, thot ja kthema, është sikur qeni kur kthehet te jargat e veta. E çka kallzon këtë hadith pejgamberi alayhis salatu wassalam? E para, njerëzit kanë vrapu mi dhon hedije pejgamberit alayhis salatu wassalam, për mu kanë të pranuar te Zoti, po edhe mi dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me nderu pejgamberin alayhis salatu wassalam. Ama jo krejt njerëzit kanë shkuar me një të pastër. Natvakt, po sot natvakt. Andaj hedija të mëdhojt llogaritet si shenjë mu me dashtaj, mu afrutaj. Por hedija me rishfetin janë ngat. Andaj ky ka rënë në lloj rishfeti, pse se kur ja ka kthy pejgamberi alayhis salatu wassalam, s'o koni knash. Domethënë e ka prit kthymën. Ja, se njëri kur pret, edhe pastaj se merr çka duhet, i dhnohet. Ky me paskon që ka dhënë për hir të Zotit xhelel xhelal, si i dhnu, pse u ka i dhnu? Se ka dhënë për hir të Zotit te bareke ve teala. Andaj njerëzit gjithmonë tradicionalisht kanë dhënë hedije të mëdhojt për me pas status të ta. E dyta, pejgamberi alayhis salatu wassalam tradite ka pas me kthi hedijen. Dhe ka thënë hadith, kur t'ju jape juve dikush hedije, ktheje, sa të kish mundsi ktheje. E nëse zgjen, ka thënë faqulu lahu jazakallahu khairan. Nëse s'ki thuj Allahut të shpërbleft me të mira, kjo më e mira se me ta kthijone. A mundesh me paramenu për shembull ti mi thon dikujt kështu, ti ma ke dhënë një hedije 5 euro, edhe ti mi thon kështu, shko te filani, te filan fabrika, milioner, miliarder, shko te ai thuj unë të kum çu, merr çka dush. A që kjo më mira me ti dhon unë? Ja, ta miliarderi marr më shumë. Po ta miliarderi me thon dikush këre, ta kam lënë shpërblimin te Rabbul Alemini. Allahu shpërblej për këtë hedije, Zoti i Madh shpërblej. Ku shkosh atje kimë marr me kthije. Sa di me dhon Allahu subhanahu wa taala. Ama njerëzit nuk bojnë sabër, ja thot. Ktu be më. Për këtë arsye kur t'japet dikush hedije, munojo me u kthije. E nëse s'ki me çka me kthij, thuj Allahu ta ktheft me të mira. Kjo më e mira. Edhe tjetra cila duhet të ruhemi në dhurata prej syretit rishfetit. Sa njeri me dhurat do me korruptue një njeri me status. Ky njeri ja ka dhanë pejgamberi sa një deve, ka prit me ja kthi ma shumë. S'ka pranu pejgamberi alayhis salatu wassalam, pse ka dhanë pasha Allahin mos pranoj hedije. Veç pi 4 fiseve, se ata nuk janë qësy. Tjertë, musliman janë konë, s'ka lidhe, tabiatis ndrohet. Andaj të ndëruar xhamat, pse ka refuzuar pejgamberi alayhis salatu wassalam hedijen? Në disa raste, nëse syreti i hedijes ka qenë syret rishfeti, e që ju ndodh shumë për njerëzve. Sa e keni pa në shtet e përdorin shpesh, i ka shpërla parët. Që shumë i shpërla parët? A e dini që shumë i shpërla parët? Ban njeri bizniset po të pista, apo mbas i ik tatimeve, sikur që në femi i ik zeqatit, te njerëzit të shtetja me ik tatimit.
Edhe që ka thot, i ka shpërla parët. Që i ka shpërla parët? Ka investu, ka dhonë, që rakon reklama kuj diqka, me kisë që i kum dhonë me këto, apo. Aj nuk e ka që i do mi dhonë ati, aj do mi la ato. Dhe me parët i kam në regull, apo. Shumë ndodhe dhe në islam kjo. O gjotot kam qef me ta dhonë një dark. Jo bese s'ki qefti me ma dhonë një dark, po do mi la parët e tua. Po mi u kalzu njerëzve këshirone me o gjallarri, jo vla. Po ti parët e pista i kije, nuk latë me darka të gjallarva jo. A kuptove? E djetarë që kanë thonë, pikti njeris ba me angër dark, se aj sa të dash me thonë, ti dark. Andaj kujdesin të ruar gjemat, nëse gëzon autoritet shoqëri, jo pisi cëllit me angër buk. A i thotë, hoqo e dije be, po ku i ki fitu be vdati këto? Ku i ki fitu këto? Ti a do me më përdorë mu për shpërlarën e pareve tua. A i disa njeri përdorë o gjallarë për mi shpërla parët. Demek, a i hitë se ka gajle për hoqën, as që e merë mali për hoqën, as që i duhe mësimet e hoqës. Pa i mi dashë mësimet e hoqës nuk përnon me haram. E pas taj hoqën e shfizon për çka? Apo be unë e hoqë jam njeri mirë, apo unë e ilam jam po. E në kësi rast e kam dhe djetarë spranohet hedija, sigur për nga mbela lejtë sëzëm. Ka thonë, bashallahin spranoj hedije, qështu si hedije, kjo rishfet. Ti a jep pi autoritetit tanë për me e la parën e haram. Sa e madha kjo? Edhe tjetra, kur të shohë njëzit që ka thonë, a be ki parët e lame i paska? Kitë me hoqë ha? Kitë me hoqëri, kitë me hafëzëri, kitë me imamri. Andaj kujdes, jetojmë ko shtrigash, ko e egar. Njerëzit parët e liga dojnë mi pastru në përmjet, tu më shenë në fe, mas feje du më më shenë. Manë e men, ketë kanë mi mashtru, Allahun jo. Unë jam hoqë, njeri mashtrona, aj qetri hoqë mashtrojot, hafëzje mashtrojot, se dina në njëtë shka bojnë, janë të mbulumë. Qa kimi bo Allah u gja, pat koric ka me të lanë, pat të nëzire, pishif një qish po dalin, wallahi kanë me dalë ketë, nuk flet dikush në shtratin e zulumit, vetë sa Allah i ka me aheka strat, edhe kam ju ka zonë njëzve, këshi ku ka flet. E lush me Zotin e madhë Allah, mës ta korite, ja Rabbal Alamin, mës ta mundsoje me hangër për haramit, mës ta mundsoje me u korruptu me rishfete nga njerëzit me parët përlime. Se kjo ftyrë, kjo ndërë, të hup një herë, kursën e këthen mo. E lusim Allahun, Allah t'i runë ftyrat tona, në dunja në akhirat. A ditë ku Allah subhanahu wa ta'ala thot, ditën kur zbardhën ftyrat edhe nxjihen ftyrat, disa ftyra zbardhën e disa ftyra nxjihen. E lusim Zotin e madh që Allah na i zbardh ftyrat tona, na i mundson me hangër prej halalit, na mundson Allah subhanahu wa ta'ala që ta mësojnë Kur'anin e Zotit, ta mësojnë hadithin e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. E lusim Zotin e madh xhel xhelalu që Allah subhanahu wa ta'ala na mundson që të jetojmë nga halali, të rritemi me halal dhe të dorëzojmë shpirtin Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. والحمد لله رب العالمين.